mbrëmje YouTube-i. Mirë se erdhët në një vlog të ri. Si fillim do doja t'ju uroja shumë gëzuar vitin e ri 2026. Qoftë një vit plot me shëndet, rreth parë, gëzime, lumturi, sukses dhe plotësim dëshirash për të gjithë. Tani unë kam kohë pa xhiru, pa bë vlog, mund të kem besoj se vlog masi i fundit që kam postu mund tjetë nga data 20 dhjetor, diçka e tillë. Sepse ky muaj për mua, do të thënë dhjetori, ka qenë po aq sa i bukur, aq dhe i keq. Ka qenë muaj më i keq në lidhje me griprat, me çunën e kam pas shumë pa qef. Se për veten time, edhe për Lori nuk është se e vras shumenjen, sa që kam hallin e çunit. Ditët e duke fillu që nga data 30, domethënë 30 dhjetor, dhe deri tani që po flasim, kanë qenë ditë shumë të këqija sepse e kam pas çunin me gjylpëra, edhe Lori po ashtu. Imagjino në datën 31 dhjetor e kemi kalu duke bo gjylpëra, me shërupra, me ilaçe, me aerosol. Nuk e di, po na qelloi dhjetori për të trenë shumë keq. Edhe unë kam ja 3-4 ditë që jam smur, madje pa mbrëm kam qenë me temperaturë, që nuk është gjë fare e mirë në shtazani, por që sot sikur jam pak më mirë. Dhe thash Kamila merr telefonin, xhiro, sepse na ka marrë malli shumë për YouTube-in dhe juve po ashtu ju ka marrë malli për ne, dhe do mundohem tani të xhiroj si normalisht. Dhe ju kërkoj shumë falje për gjithë to mungesat që kam bë, po ju betohem që nuk kanë qenë pa arsye, kemi pas arsye shumë të mëdha. Se kur i them që kemi qenë gjithë dhjetorin keq, besoni. Imagjino, ne kemi përfunduar 2-3 herë në urgjencë këtë muaj me Odin. Dhe prap Odi nuk është mirë, prap ka i çik temperaturë, nuk e di çfarë është puna, ndoshta mjekimi që na kanë dhënë nuk është mjekimi i duhur për çunin. Po pres tani të bëj një kulturë fyti, sepse dyshoj shumë për streptokokun, atë bakterin e fytit që ju ka rikthy shumë keq. Po gjithsesi do ju kontaktoj dhe do ju tregoj se ç'a do bëjmë dhe si do me thënë si do i gjejmë atë mjekimin e duhur për çunin. Qa mami? Të bëhet qiqi? Po. Okej, dalim bëjmë qiqin. Mirëmëngjes YouTube-i. Unë nuk e di çka ka ndodhur me mu. Se kush më ka marrë mësysh nuk e di se qa po bëhet, po shifni. Jo dje par dje e hapa vlogun, që fola pak me ju, dhe dje pastaj kisha atë ekon që është kështu para morfologjike. Ju kam pak skenat vogla. Dhe i thash doktorit që sepse kam një javë 10 ditë që kam një çik shqetësime për sa i përket pjesës urinimit, dhe doktori ma ka lënë kështu vath në vesh që sa herë të ndjesh shqetësime dhe ndryshime në atë proces, do më thush Mami, është çantë, kështu ke mami, çantë farmacie, ka ble mami ilaçin. Nuk është gjë e mirë. Ik shkura të shif Mr. Beanin. Shko shif Mr. Bean. Ja, është një batë po vinë. Okej, ja, sa t'ja ndroj pak. Që po ju thoja, doktori ma ka lënë porosi që sa herë mos ndjehesh mirë ke pjesa urinimit, do më lajmërosh, do më thush sepse ndikon shumë në qafën e mitrës. Unë e thot të drejtën që kur ishim në Ferizaj, që ishim para një 2 javësh, 20 ditësh, që hyra në pishin, nga ajo ditë e deri sot nuk jam ndje mirë. Dhe çdo ditë e më keq. Po me thënë të drejtën, kisha pak frikë t'i thoja doktorit që kështu, sepse nuk doja të merrja ilaçe tjera. Po e pash që nuk mante moj pilafi, dhe i thash dje, doktor nuk ndjej mirë edhe ç'a do bëjmë?
më tha të bëja një analizë urine, që e bëna direkt aty në vend se doktori im ka dhe atë pjesën e vet analizave aty. Po përgjigja del të hënën, sepse do bëhet me urokultur. Po, me që ti tha ke siklete, do t'jap një ilaç. Kjo është më shumë bimore, është kështu si janë si bustina të vogla që futen në ujë dhe jam me boronica, sepse besoj se e dini që boronica është ilaçi dhe antibiotiku më i mirë i pjesës infeksioneve, si për veshkat, si për fshikzën, është numër 1 dhe më dha këtë kutin, kjo kushtonte 24.150 dhe tha që duhet ta pish nga 1 në ditë me shikës bosh dhe esull. Nuk më dilnin mua ato ilaçet që kisha, që t'ju tregoj habitin i sta ilaçe kam, por më donte edhe kjo dhe ta mendosh që kur të dali përgjigja analizës, unë kam ilaçe tjera për të marrë. 100% jam e sigurt, do më dalin ndonjë bakter, ndonjë gjë që do duhet marrë mjekim. Dhe me sa po kuptoj unë, këto mjekimet kështu të tepërta mu po më ndikojnë pak dhe tek tensioni. Gjëja e fundit që kam marrë këto kohë është magnezi, ma ka shtu doktori magnezin, duke qenë se unë rrezikoj pak për qafën e mitrës dhe mundohemi të mbajmë sa më në kontroll. Më dha magnez dhe ky magnezi më jep pak ngritje të tensioni dhe një ndjesi shumë keqe që s'po e duroj dot. Po që nuk kam çfarë të bëj, duhet ta duroj prej bebit. Tani unë duhet pi patjetër këtë. Ta fus te fixhani me 220 mg ujë. Sa mbanke, kjo duhet më diku ke 200-ta. Dhe inshallah po më qetëson. Unë në fakt kam dhe boronica tegra që janë më të mirat, që mi ka sjell vjerra nga peshkopia. Mund të përdor dhe ato, do t'i zi, do t'i pi lëngun, sepse ato janë 100 herë më të mira se sa këto kështu. Po me që ma dha doktori, do t'a pi dhe këtë, të hedh pak ujë. Po që kjo gjendje kështu me kaq shumë ilaçe më ka mërzit shumë, më ka bezdit shumë. Nuk e di. Ju si keni qenë, që keni bë? Javën e parë të janarit si keni kalu? Shpresoj të keni qenë mirë, sepse kam gjuar shumë raste që janë smur njerëzit. Janari është një muaj që përgjithësi njerëzit i kap gripin, i kapin virozat, ftofen, nuk e di pse. Ne në Durrës, për shembull, kush nga Durrësi e din shumë mirë që kemi një 4-5 ditë që jemi përmbyt nga shirat e tepërt. Po edhe kur s'është nga Durrësi do e ketë pa nëpër lajme, sepse ka bë buj ky lajm. Tamam, sot mund t'jenë liru rrugët i çik më mirë që mund të ketë lëvizshmëri normale, por që ka qenë tmerr. Kur them tmerr. Ne shqyr Zotit, ke familja ime, familja Lorit, ke njerëzit që njohim, përgjithësi nuk kemi pas probleme, po nga njerëz kemi gjuar raste që kanë ngel edhe jashtë, ose kanë shku t'i kalojnë këto netët tek të afërmit e vet, sepse shtëpiat ju kanë përmbyt. Dhe këto 4-5 ditë kemi ne edhe ne më shumë mbyll, se ku do shkonim, çdo rrugë e bllokume. Dhe kur them e bllokume, jo thjesht që mos kalosh dot, po u bën rrugët si pishina. Shumë njerëzve i ka ndodhur dëmet pa pame, që ju kanë prish makinat, që nuk i bëhen më sepse janë zhyt komplet. Ju kanë prish gjithë orendit e shtëpisë, elektroshtëpiaket. Për shembull, kopshi i çunit gjithë javën nuk ka punu sepse ishte përmbyt. Dhe më vjen shumë keq për pronarët e kopshit që kanë aq shumë dëme dhe aq shumë gjëra për t'rregullu tani me lekët e veta, me forcat e veta, sepse shteti nuk ndihmon këto raste fare. Po ç'a të bësh? Ta pi tani këtë, o zoti i madh. Unë kot bëj sikur marrë herë se më janë bllokuar në 100% e nuk një gjë asgjë.
Si që thash, me që po pikte të bëjmë qik ma bet bashk, si që thash, dje kisha të ekon paramorfologjike tek doktori im këtu në Durrës. Dhe jam knaq shumë me atë videon, me atë ekon, sepse zjati shumë dhe pash me imësi çdo pjesë të trupit bebit. Ishte shumë eko e bukur, bebi o zot faleminderit, mashallah, ishte shumë mirë. Bëm ca foto 3D që unë i kam tek telefoni dhe do ju vej pak disa foto. E di që ndoshta shumë do më thojnë Kamila po bon gabim që po tregon ekot e këto 3D të më the tash, por që unë me çunin jam rujt aq shumë sa që e kam tregu, e kam nxjerrë në rrjetet sociale ditën që kam hyrë tek muaj 9, edhe prap, edhe sepse unë nuk kam tregu gjë, mu nuk më ka hes mishta tani me çunin. Kështu që nuk du t'i besoj këto mendimet e njerëzve që po tregove, po postove, do të marrim sysh, do hejtë, të eci keq. Unë jam me mendimin që këtë gjë e din Zoti. Zoti dhe në bashkëpunim me kujdesin që do kem unë për shtazanin, por që Zoti është kryesori, nuk mendoj, do më thënë ekzistojnë këto tipa njerëzish që të marrim sysh ose duan të bëjnë keq, por që unë kam vendosur që në këtë shtazani nuk do jem ashtu e fiksuar siç kam qenë me çunin, sepse nuk më doli mirë me çunin. Deri tani o zot faleminderit kam qenë mirë me këtë shtazani tjetër. E kam tregu që në javën e 12 dhe o zot i shahat me eci deri në fund kështu. Dhe si që thash, dhe ju tregoj 1-2 foto që më ka bo doktori kështu me 3D. Kam edhe ekon foton tek çanta, dhe ja tregoj pak më vonë. Dje ka qenë një ditë shumë e bukur, më thash se jam kënaq duke pa bebin, duke pa çunin. Vetëm se jam bo pishman që s'mora çunin tjetër me vete, po ishte në një periudhë që ai do hante buk, se ma la doktori në drek, ma la në orën 1 ekon, edhe shkova vetëm me motor, nuk e mora çunin, nuk e bezdisa, por që çuni do ishte kënaq. Se aq bukur e pam bebin, ndje sa që sigur e kishim në dorë. Unë që thoni ju, këtë javën që vjen, sot është e shtunë, gjatë javës që vjen, unë duhet iki tek Amerikan Treshi, sepse do marr atë paketën që është nga muaji 6 e deri në lindje dhe ai 3 mujori më duket mbrapa që është kontrolli i bebit dhe i mamit. Do marr këtë paketën sepse si një njeri, si një femër që ka lind një fëmijë në Durrës, te materniteti i Durrësit, eksperienca që kam pas atje, jo, nuk po flas për profesionistët, sepse doktorët atje janë jashtë mase profesionist, nuk ka si doktorët e shtetit, për këtë gjë ja u siguroj unë, por që unë kam një mendim, kur nëse një femër ka vendosur të bëjë një lindje natyrale, është më mirë shteti, sepse unë njoh dhe doktor dhe ginekolog që punojnë në privat, punojnë tek amerikani, dhe e kanë pranuar vetë që nuk janë aq të zotët në lindjet natyrale, sa që janë të shtetit. Ndërsa shteti ka këtë problem që nëse do të lindesh me operacion, nuk e kushtet, janë kushtet skandaloze. Besoj se dikush për ju këtu ka pas ndonjë eksperiencë, ndonjë situatë që ka kuptuar që shteti s'ka fare kushte. Unë për shembull, sado që kisha, se nuk është mirë me fol kështu, po do flas realitetin, sado që unë kisha mik dhe kemi dhënë shumë për të pas një dhomë tonën në Durrës, sado që kisha dhomën time private atje, edhe doktorin e kisha super të njohur, prap dhoma s'kishte ujë të ngrohtë. Dhoma s'kishte raste unë ndiste ngroti, dhe më thënë tek ai kondicioneri, tek kaloriferi, kishte raste se unë ndiste. Ma e mend që mami im, se nuk kam nejt 5 ditë maternitet, nga që çuni kishte nevojë për oksigjen. Ma e mend që mami im ato 5 ditë bleu një nga këto që janë si tip mini sobash të vogla, që të ngrofte ujin, që t'u laja, t'u shplaja unë, ta kisha unë për nevojat e mia personale.
Dhe nuk du ta përjetoj më këtë gjë në jetën time, sepse o Zot faleminderit mundësi t'i kam t'iki në privat, por që do ikim privat këtë vit, këtë herë, këtë shazani, kismet Zotit, sepse unë kam mami. Po ju thoja, unë kam vendos që nuk do lind vetë. Po zemë. Unë këtë qunë do t'a bëj më operacion, sepse edhe pse Odin e kam lind vetë, 100% naturalisht, lindja naturale mu më ka prish pak punë. Makidora. Po, Makidora. Dhe nuk du që të më ndodhi prapa ajo gjë që më ka ndodhur me Odin, dhe kam vendos që të bëj operacion. Por që puna është që unë kam goxha frikë operacion, nuk e di pse. Më frikë kam operacionin sa të lind vetë, sepse sado që në lindje natyrale vu në momentet e dhimbjeve, por momentin që lind ndryshon çdo gjë, je sikur s'kishe qenë kurrë sa të zanë, sikur s'ke lind kurrë. Edhe kur e mendoj që nuk do e bëj vetë këtë çunin tjetër, unë ndjehem një çik keq, por që nuk duhet të rrezikoj veten time, siç e rrezikova me çunin dhe e kam rrezikuar shumë. Kush më njeh, kush po e ndjek këtë video dhe është shoqëria ime, njeriu im, familja ime, e din shumë mirë se unë çka kam heq, domethënë, sa kam rreziku. Dhe prandaj do shkoj tek operacioni. Dhe gjithë këtë ja u thash për të shku tek pika që nëse doni të lindi një fëmijë me operacion, nuk është shteti. Për mendimin tim, këshilla ime është mos u drejtoni tek shteti, sepse operacioni them unë don vend steril, don kushte sterile, don një sistem komplet tjetër nga çka shteti. Tani më vjen keq se këtë video mund ta shohin edhe infermiere, doktoresha që punojnë në shtet dhe ndoshta mund të ndjehen keq ose mund të ma kundërshtojnë këtë që po them, po unë po flas nga eksperienca ime. Kështu që unë këtë javë, siç ju thash, do iki të paguaj paketën, do zgjedh doktoreshën që ka qenë dhe motra ime, doktoresh Ana, që është tek Amerikan Treshi, dhe do vazhdoj atje pastaj me ekot, me procedurat, me analizat, por që doktorin tim këtu në Durrës nuk e lej, doktor Mondin, do shkoj çdo 2 javë tek Mondi, sepse unë nuk jam tip që pres 1 muaj për me pa bebin, për me bëj eko, nuk e di pse, nuk rri dot, kështu që do kem dhe Mondin tim. Por kryesorja do jetë atje tek Amerikani. Më ka kap një siklet, nuk e di pse, sepse nga që jam mësuar me Mondin, se si do më duket tash kjo doktoresha që unë kam qenë tek ajo, në fakt, kam qenë prej Kesit, por për veten time nuk kam qenë kurrë dhe kam një çik siklet, por që shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë. Unë nuk po zgjatem dhe më shumë, se duke folur me ju unë po harroj të pi ilaçin, kështu që po pi ilaçin edhe shohim çfarë do bëjmë sot në shtëpi, sepse më shumë shtëpi do rri dhe do mundohem të filmoj sa më shumë. Që thoni ju, unë direkt pasi piva ilaçin edhe reatova pak çunin, u mundova të jepja pak mëngjes, ula këtu tek dhoma ime, tek kjo zona e make-upit. Pavarësisht tani kam vendos telefonin tek dritarja, sepse nuk ka fare dritë mirë në dhomë, nuk e di pse. Është shumë vranët, është vranësirë jashtë, edhe siç i shihni diku këtu e kam ring lightin, edhe këtë edhe të tjetrën, edhe nuk e mora, nuk e neza. Tash po e vendos këtu dhe ka i çik dritë këtu te dritarja. Unë mora pak me fytyrën, hoqa vetlla se kisha shumë keq, hoqa mustaqet, prepa vetlla se më ishin rrit goxha. Dhe tani po mendoj se kam shumë kohë pa i bë një scrub buze. Dhe kam këtë scrubin që ma ka ble motra më duket. Nuk e di se ku si qysh tek, por që e di që është shumë e mirë, se e kam përdorur edhe 1-2 herë tjera. Dhe thash, me që po bëj këtë gjë, të flisim i çik bashk. Sepse ky vlog më shumë do jetë kështu, me biseda, me që kemi kohë pa fol, kemi kohë. Mos ma veni re këtu, po ma ka bë Odi me molto, me çokollatë.
Edhe nuk jam duke u ndru tani, sepse thash, masi të marroj këtë skincare-in, do futem bëj një dush. Edhe po thoja, s'kemi fol fare këto kohë. Më po bëj goxha pa bë ato vlogjet e mia zakonshme. Dhe doja të hapja fakt një tip teme. Do më thonë diskutimi, nuk diskutojmë dot se do flas vetëm unë, por që ju më komentoni poshtë nëse doni të thoni diçka, sepse edhe me kthimet e komenteve, e përgjigjeve do merrem shumë më seriozisht tani. Nuk është se jam marr këto kohë të fundit, por që jo premtoj që t'ja u kthej të gjitha komentet. Dhe tema që unë doja të hapja është pjesa e shtatzanisë, sepse më kanë ardhur shumë mesazhe që në ditën që unë e kam bë publike që unë jam shtatzan, edhe sidomos dhe kur postova një post dhe në TikTok që ka ecë goxha. Se si që dini ju, unë TikTok-un e kam lënë shumë asdore, por që sa herë postoj njerëzit nuk më harrojnë, nuk e di sepse. Dhe ajo që du të flas për pjesën e shtatzanisë, janë një dy pika kryesore. Sepse shumë goca, mama, më kanë çu komente dhe mesazhe për pjesën e që unë jam anoj pak tek çunat. Tani, unë paka shumë e kam shpjegu, sepse fillova, do më thonë, të anoja dhe të doja qik më shumë çun, që me Odin, për shkak të aborteve që kam pas, dhe abortet kam pas çuna, dhe sikur u afeksionova shumë me çunat. Ai shumë afeksionova dhe u fiksova sa që doja pa tjetër një çun. Që faleminderit Zotit më erdhi Odi. Po kjo nuk do të thotë që unë nuk e kam pas të mi pritur dhe nuk e doja dhe nuk e du një gocë. Kjo është budallik shumë i madh që njerëzit thojnë ose që mendojnë ose që më kanë etiketu mu si një mamë që du vetëm çuna. Tani që jam i pak më shumë tek çunat, unë e kam pranu vetë, nuk është në gjë e re. Por kjo s'do të thotë që unë nuk i du gocat. Sidomos tani që më ka ardhur edhe mbesa, i du dhe i du jashtë mase shumë. Unë për fëmin e dytë që e kisha çun, jam gëzu shumë sepse e doja një vlla për Odin, se Odin më kërkon të gjithmonë. Do më thënë, sa herë pyesnim, do është edhe mund të astiste ashtu, po sa herë pyesnim Odi thoshte vlla. Dhe se di pse gjithmonë kam dëshiruar që Odi të ketë një vlla, të ketë një mbrojtje, të ketë një shok për gjithë jetën. Si që do doja po të kisha gocë, do doja po prap një motër për gocën. Por, unë jam shumë dhe... Mami, s'ka më qurat. Nuk ka më qura, bravo shpit. Por, unë du shumë dhe një familje të madhe, ashtu si që jemi dhe ne, tek mame dhe te babi. I kam shumë qef të dyja gjinit, sepse ne jemi dy motra një vlla, dhe për mu nuk ka gjë më të bukur se sa një familje të ketë edhe çunin edhe gocën. Të ketë atë ndjesinë edhe të ndjej atë lumturinë që të falin të dyja gjinit në mënyra të ndryshme. Unë kismet Zotit, sepse çdo gjë e ka Zoti në dorë, kam qef mas një 4 vitesh tjera ndoshta, qofse do jem mirë, qofse Zoti do ma mundsoj, kam qef të nis dhe një shtatzani tjetër, në rast se më sjell Zoti një gocë, sepse dhe një gocë kam shumë qef. Imagjinoj të kem një gocë të vogël, të më ngjaj mu, ta vesh, me ato fustanet e bukura, me ato fundet, me geta, me t'ja kap flokët, ta stiloj, pastaj kur tritet i çik, jo thënë në manikyr, jo i çik buzët. Kush mam nuk do e dote një gocë, kjo është i çik shumë e çuditshme që më keni akuzuar çik si shumë për këtë pjesën e çunave, por për momentin
jam shumë e mbushur me Odin dhe me kismet zote dhe me bebin tjetër, me çunin tjetër që do të vinë jetë, dhe mendoj që kam një parandjenjë që të tretën do ta kem gocë, do ta mbyll me një gocë. Po me një pushim besoj, me pushim 3-4 vjet, nuk e di. Dhe këtë sakrificë unë mendoj se do ta bëj vetëm për të sjell një gocë, nëse është udhëhet e shkujt, me se tjetë për mu, për trupin tim, për fuqinë time, unë them se nuk do kem nerva. Për shpirt nuk do kisha nisi shtazani tjetër. Nuk do kisha bërë një fëmijë të tretë, por që fakti që du dhe një gocë dhe dëshira të kemi gocë është më e fortë se sa kjo sikleti që unë kam, atë nisa mos nis shtazani tjetër. Se siç po e vjen re, unë shtazanit nuk i kam aq të kollajta, pavarësisht se kjo është çik më ndryshe se të tjerat, por prap e kollajt 100% nuk mund të them, sepse sidomos to 2 muajt e fundit kam pas pak probleme unë në trupin tim, jo tek pjesa e bebit. Dhe kush është shtazan dhe kush është mam dhe ka fëmijë, në kupton shumë mirë që shtazania nuk është aq e lehtë. Kjo ishte pjesa e parë, domethënë që doja diskutoja. Po të vendosi çik skrabin unë, se unë duke bë muhabet me ju, unë harroj se për çfarë isha nis me bë, edhe nuk bëja asgjë pastaj. Ajo që doja të thoja tjetër është që ishte një temë që doja të diskutoja. A ke ngelur normalisht kollaj, apo ke pas probleme, ke vujt, e më the tash. Tani, unë e di shumë mirë dhe këtë lloj teme nuk kam shumë qef që ta diskutoj, sepse nuk du të prek shumë gra që unë e di shumë mirë që po vujnë pak, nuk po arrin një shtazani aq kollaj sa mund të arrin të tjerat. Zoti për disa e ka bëj çik më të vështirë, për disa të tjera pak më të kollajt. E di që është temë çik delikate kjo, po edhe kur kam bë ask, edhe në komente, edhe në mesazhe, kjo lloj teme është prek shumë dhe më kanë pyet shumë. Kamila si ja dole, kështu ashtu, domethënë kuptimin si i kam shtazanit, ngelja shtazan si mund të jetë kaq e lehtë. Tani, unë shumë të lehtë nuk mund ta them me këtë shtazani që jam tani, sepse ndryshe nga shtazanit e tjera, me çunin dhe 2 abortet që kam pas, që kanë ndodhur direkt në muajin që ne kemi tentu, kjo ka qenë pak më ndryshe për shkak të peshës që unë kam fitu në shtazaninë me Odin, dhe për fakti që unë s'kam arrit do t'i heq kilet, mu pesha më prishi pak punë dhe Mami, drejtën. Jo, mami, nuk është për ty, kjo është për mamin. T'ju thot të drejtën, këtë herë nuk ishte, s'mu të them se prapë e kollajt, më kaq sa po ngjoj e kollajt ishte, por që mund të ndodh me diku te 3 ose 4 tentativa, 3-4 tentime. Mu faleminderit Zotit, gjonat më kanë ardhur natyralisht, nuk është sa kam pas nevojë për gjona specifike, për stimulante, për shumë gjona tjera që po ngjojmë sot. Unë thjesht kam bë 2-3 eko te doktori im, kam pas aja mirë, është mitra mirë, vezoret, dhe doktori që më ka thënë mashallah, ke pjesa mitrës që shumë mirë, thjesht ndolli kur të ndolli. Më ka ndodhur për punë 3-4 muajsh, por që kjo nuk do të thot që një tjetër do t'i ndodhi për 3-4 muaj. Mund të zjasë 6 muaj, mund të zjasë 1 vit. Unë me sa kam gjumë, sepse kam goxha miket mia që po luftojnë dhe flas goxha me ato, unë me sa kam gjumë, e mira është që të prisni 6 ose 8 muaj, dhe në rast se shkon tentativa tek 1 vit, atëre është diçka e vogël për t'u shqetësuar dhe duhet të drejtoheni tek mjeku. Dhe jo tek mjek mjek thjesht ginekolog. Janë këto mjekët që janë specifik për këtë pjesën e infertilitetit, që shqyr Zotit ka, nuk është se s'ka. Unë kam goxha raste suksesi në familjen time,
në shoqëri, në kështu që kanë arrit me sukses në këto doktorët që ne kemi në Shqipëri. Thjesht për ju gratë, për ju gosat që po ju zjat shumë ky procesi për të ngeshtë shtatzan, mos rini thjesht me telefonin dorë të kërkoni tek Google-i, tek ChatGPT-ja ose tek shoqëria. Shkoni bëni vizitat si ju si partneri dhe sa çfarë ju thot doktori bëni, thjesht mos u stresoni, mos i jepni shumë presion vetes, sepse çfarë shkryt me ndodh do ndodhi. Zoti, kot nuk është shpreha që Zoti vonon, por nuk harron. Jepini forca vetes, ushqeuni mirë, bëni një jetesë të mirë, pak aktivitet, mundohuni që dhe peshën ta keni në stabile, domethënë, sepse ja, unë e thash vetë, unë tani kam goxha pesh, mboni që të më zjasë diku tek 3-4 muaj që të ngela shtatzan. Ndërsa me çunin dhe me shtatzanit e tjera, dhe që kam qenë 60 e pak kile, nuk s'kam pasur problem fare, kam ngel direkt tek tentimi i parë. Kështu që ka të bëjë shumë pesha e tepërt, pesha e pakt, kam gjuajtur që edhe gosat janë shumë të dobta, duhet ushqeni çik më mirë sepse ndikon dhe kjo. Ka pas edhe faktorë të tjerë, kështu që mos, siç më keni pyet mua, mos pyesni dhe gosa tjera, sepse ne nuk dim çfarë t'ju themi, sidomos tek ana e doktorëve, ne thjesht japim eksperiencat e tona ose çka kemi ngjuar, po që të them fiks si më ndodhi mua ose pse s'po të ndodh ty, unë nuk di çfarë të them, vetëm i bjen të ngatroj kot. Unë thjesht këshilla ime e vetme kjo është që nëse ju po e shqipni që po zjatet shumë si proces, shkoni te doktori, konsultohuni, merrni mjekim në rast se është për mjekim, ushqeuni mirë, aktiviteti mirë dhe do ndodhi. Jemi në një vit, jemi në një periudhë të jetës, në një kohë të jetës që pothuajse është e pamundur mos të ngelesh shtatzan. Kam gjuar raste që kanë ngel dhe 50 vjeçe me këto proceset in vitro, këto procese që janë këto kështu. Kështu që gosat e reja do ngelin dhe do ngelin. Mos u dorëzoni. Çdo gjë do shkojë mirë. Thjesht unë ju them mos u stresoni se stresi është gjëja kryesore. Ngarkesa e kësaj këtu është e tmerrshme. Kështu që rini të qeta, shijoni jetën, shijoni partnerin, dilni, bëni, thjesht i çik me kujdes me pjesën në rast se duhet merrni mjekim. Merrni mjekimin, qëndroni të qeta dhe besoj se me kismet Zoti, inshallah Zoti do ndodhi për gjitha ju që e kërkoni dhe dëshironi kaq shumë dhe ja uroj me zemër, sepse unë e di shumë mirë se çfarë do të thotë të kesh fëmijë dhe e di shumë mirë po ashtu edhe sa e bukur është shtatzania, kështu që duhet që ta përjetojnë të gjitha dhe Zoti inshallah ju ndodh të gjithave. Ndërsa një pyetje tjetër ka qenë pak a shumë ajo që ceka pak më përpara kur po pija ilaçin, pjesa se ku do lindësh. Ja u thash, shpar, kështu që nuk është se po zjatem më tani. Kam vendos, kismet Zotit tek Amerikan Treshi. Do ju marr me vete, në rast se do kem mundësi, ditën që do shkoj, të filmoj diçka, që t'ju informoj dhe ju pak a shumë. Dhe po, është e vendosur që unë do lind me operacion. Nuk du që të filloni të komentoni pse me operacion, pse nuk e tenton vetë, kështu ashtu, sepse edhe unë vetë si Kamil jam shumë pro lindjes natyrale, por që nuk mundem këtë herë. Nuk mundem sepse duhet mendoj pak edhe për veten time. Gjithë mamat duhet mendojnë edhe për veten e vet, sepse janë dhe rreziqe rrugës. Nuk është lindja vaj, nuk është lindja aq e kollajt edhe aq e bukur sa ju del në për Instagram, në për TikTok, aq e kollajt, nuk është. Kështu që duhet kujdesemi edhe për veten, duhet jemi qeta edhe për veten tonë, sepse kur mu një doktorim që unë e kam më të besueshme për momentin, më thot Kamila, të sugjeroj këtë herë operacionin, ai e di më mirë se unë se kot nuk ma thot. Dhe po, do lind me operacion, kismet Zotit tek Amerikan Treshi dhe me doktoresh Anën, sepse ju thash e besoj shumë se pash përveç se tek shoqëria ime, pash edhe tek motra që shkoj çdo gjë me super sukses.
Unë tani po qohem, sepse i mbarova, si që pat edhe skrabin e bona, më pasori shumë pjesën e buzës, duhet futem të lahem, po nuk e di atë gatuj një herë, atë bëj drekën, pasat lahem, me logjikshme kështu do ishte, që të gatuj, të marrë erë gjellë e mirë, pasat lahem, po edhe si kur s'porri do të më pa u la, duhet laj pa tjetër flokët. Unë do lahem direkt, po komplet, po puna është që nuk po dojë do të flokët, se plus se sot me ka mundë si dalim, du t'i rrugulloj një qik t'i bëja shu val me atë pjastrën që kam ble, po do shofim gjatë rrugës. Unë s'po zjatë e mos, se pasa shu gati 18 minuta kjo pjesa, dhe po qohem. Që do gatuja, po shife si përfundum, na soli drekën Lori, sepse nuk kisha në gjëndje me gato. Ta shipoj hap, se edhe ky nuk po pret, edhe ti hajmë. Kështë mami dhe supë. Ne hëngrëm buk, edhe unë edhe Odi. Odi në fakt më knaqi sot hëngri jashtë më ase mirë, sepse ato 2-3 javët që ishte smur, unë nuk e di se si ka arrit do të trinte në këmba, aq pak ka pas hëngër, po tani dje dhe sot shqyqyr zotit qik më mirë, dhe e kam vënë gjumë, e zuri në fakt aty të dhomandenjes, i kam vënë qik muzik, dhe unë të futem të lahem pak, bëj një dush, po thash t'i tregoja një qik këtë pjastërin që kam marrë, që t'i bën flokët kështu model, si quhet kjo, sirene më duket. Një sekundë ta ka pak. Kam ble këtë pjastrën, që t'i bën kështu val flokët. Nuk e di o kam tregu, se kam më shumë se një muj që i kam ble, po kam harru t'ju tregoj shumë gjona këtë periudhë, kështu që besoj se o kam tregu dhe këte. Po është shumë e mirë, gjithsesi, unë po futem të lam dhe kur të dal, ti kre flokët dhe ti i thaj, më mbrapa dhe u tregoj se sa e mirë është dhe sa kollaj dhe sa shpejt të bërë flokët val me këte. Unë sa po u lava, sa dola nga dushi, dhe doja t'ju tregoja në fakt një diçka tjetër para se ta aplikoj, dhe më falni për këtë pozicionin që është telefoni shumë keq, gjitho vide i kam bë kështu si nga poshtë, por nga që kam ndru telefonin, që u bleva 17 Pro Maxin në nëntor, nuk kam nga ato ngjitset nga mbrapa, ato që i ngjit telefonat kudo të kesh pasqyrë ose xham. Duhet dal patjetër të blej një nga ato, sepse për ndryshe do përfundoj me ring lightin gjithani dhe kjo gjë më bezdis. Po ma bën edhe derisa ta blej. Tani, unë kam afërsisht një muj që përdor këtë zbutësin e flokëve që është pa larje, do me thonë edhe në rast se je me flokë të thatë, je kot, je diku dhe e shef që të është ashpërsu floku dhe ti do dhe ta njëkohësisht dhe ta krefësh, kjo është si tip balsami, po balsam zbutës pa larje dhe pa shplarje në fund. Unë përveç si kam vendos balsam në dush, përdor pak edhe këte tek zona këtu poshtë më shumë, sepse kjo është zona që më ngatrohet më shumë, si me flokët e mia, si me extensionat. Nga që unë i lëviz shumë flokët, i prek shumë, i mbaj kap, i lëshoj, që nuk i bëj flokëve, dhe ato të shkretat do s'do ngatrohen. Po kam gjetë rahat me këtë zbutësin kështu, sprucant, dhe me këtë zbutës hidratus balsam, që është për dush i Schwarzkopfit. Këto jam të përdor këto kohë, jam shumë e kënaqur, dhe extension po më rrin shumë mirë. Atë zbutësin pa shplarje e kam marrë tek Rossmani, nuk e dia ka version të madh, unë e gjeta ashtu të vogël, po për ju goca që keni flokët kachorela, ose edhe në rasti se keni kachorela për i keni shumë të ngatrushëm, ja u super sugjeroj për një kreje shumë më të lehtë. Dhe për ju, sidomos që keni vendosur extensiona, është shumë e mirë sepse e marr me veten çantë. Dhe ju thash, gjithmonë, kudo që ju e shihni që floku po ju ngatrohet, e sprucon pak, edhe janë rregull. Ja, kësi
krihet shumë kollaj, që floku im është shumë i keq për të kreth. Imagjino dhe bashkë me extensioner dhe ja. Tani unë po e kref gjithë flokun dhe do mundohem të t'ju kap sekuenca nga tharja dhe nga modelimi i flokëve.